Konsumoni këto çajra dhe jepini lam të mirë tensionit të lartë. Ka çajra bimor që reduktojnë stresin dhe qetësojnë, duke ulur kështu në mënyrë natyrale tensionin e lartë. Çaji me xhenxhefil përmban përbërës antiinflamator që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Çaji i yeshil njihet për përmbajtjen e katekinës, antioksidant i fuqishëm që përmirëson qarkullimin e gjakut dhe kontribon në shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë gjithashtu lëtaninet, të cilat njihen për vetitë e tyre qetësuese. Çaji i kamomilit relakson dhe redukton ankthin, kështu që është një pije shumë e mirë dhe mund t'i ofrojë gjumin. Një filxhan i ngrohtë me çaj kamomili para gjumit mund të ulë presionin e gjakut dhe nivelet e ankthit, duke sjellë kështu edhe një relaks total të trupit, duke lehtësuar edhe shqetësimet që vijnë si pasojë e problemeve të pagjumësisë. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.